Të dashur qytetarë, 21 janari nuk duhet të ndodhte në Shqipërinë e shekullit 21. Me 21 janar nuk duhet të derdhte gjak shqiptari. Me 21 janar nuk duhet të kishte viktima edhe të plagosur edhe të dhunuar. Me 21 janar nuk duhet të kishte lot nënave, grave, fëmijëve dhe fytyrat pa shpresë për të ardhmen. Me 21 janar nuk duhet të kishte sulme ndaj institucioneve dhe as dhunim të ruajtësve të tyre. Me 21 janar nuk duhet të shkel ligji. Me 21 janar ligji u shkel rënd. Në një vend demokratik, shkelja e ligjit dënohet dhe shkelësit e tij, cilë do të qofshin ata, ndëshkohen. 21 janari e rrësoi shoqërinë dhe demokracinë shqiptare. Prandaj kërkesa për ta zbardhur dhe nevoja për transparencë ligjore të saj është përparësi e shtetit, drejtësisë, shërbimet të inteligjencës dhe të organeve të rendit dhe të rujtjes së tij. Por transparenca e shpejtë kërkon një bashkëpunim dhe respekt reciprok të të gjitha këtyre hallkave, qartësisht të sankcionuar në Kushtetutën e Shqipërisë. Një vend quhet demokratik jo sepse ka dhe ka zgjedhur apo ka krijuar prokurorinë, gjykatat, shërbimet inteligjente dhe policinë e shtetit, por sepse në praktikën e tyre të sankcionuar me ligj janë sa të pavarura, aq edhe të ndërvarur në punën e tyre, për siguruar rendin dhe qetësinë e qytetarëve. Janë sa të lira, aq dhe të detyruar të shërbejnë njëri tjetrit. Janë sa përgjegjëse, aq edhe të barabarta përpara ligjit dhe shtetit ligjor. Një shtet ligjor mbetet i tillë kur transparenca dhe bashkëpunimi këtyre hallkave nuk pengohet, cilat do qofshin motivet e saj dhe drejtësia vendoset. Në emër të qytetarëve të Shqipërisë, kërkoj angazhimin, përkushtimin e prokurorisë, shërbimit informativ shtetëror, policisë së shtetit dhe Gardës së Republikës për zbardhjen e menjëhershme të kësaj ngjarje. Në emër të Kushtetutës dhe të ligjit kërkoj bashkëpunimin e menjëhershëm, të pakushtzuar e profesional të këtyre strukturave për të bërë transparencën dhe lehtësuar gjykimin e pavarur të shkaqeve dhe të pasojave të kësaj dite. Ka fatkeqësisht, pa aq kohë, që opozita politike dhe mazhoranca në Shqipëri qëndrojnë aq larg në pozicionet e tyre politike sa bashkëpunimi, ndërveprimi dhe dialogu në interes të vendit duket shumë i larg. Edhe sot, mbasi 21 janarit, jam shumë i shqetësuar mbi mungesën e drejtanishme të komunikimit dhe dialogut politik midis dy forcave kryesore politike. Mendoj dhe shpresoj se ngjarjet tragjike dhe pasojat e saj negative për fat të vendit dhe demokracisë do të përgjegjësojnë mendjet e nxehura të politikës mbi domosdoshmërinë e qetësimit të situatës, gjetjes së kompromisit dhe zgjidhjes së konfliktit politik që pa mban pezull integrimin e vendit dhe zhvillimin më tepër të tij. Unë bëj thirrje edhe një herë për gjetjen sa më parë të kompromisit politik si rruga e vetme e domosdoshme për të nxjerrë vendin nga situata e vështirë dhe perspektiva e munguar në të cilën ndodhet. Koha nuk pret. Ajo kërkon që interesat e qytetarëve, të cilët me të drejtë presin një jetë më të mirë, të vendosin mbi interesat e pushtetit dhe të karrierave politike të gjithë secilit.